12 arrestime, operacione në disa shtete, veprimtari në 5 kontinente dhe sekuestrimi i 4.2 tonëve drogë. Ky është epilogu i një aksioni ndërkombëtar policor të zhvilluar në Maltëzi dhe në Gjermani. Ndër të arrestuarit në Maltëzi është edhe Svetislav Filipović, për të cilin policia e këtij vendi bëri të ditur se është një nga drejtuesit e kartelit ballkanik. Ai dyshohet për prodhim, posedim dhe shpërndarje të palishme të narkotikëve dhe përballet me një dënim deri në 15 vite burg. Përveç kësaj, akuzohet edhe për tregti të palishme të armëve dhe materialeve shpërthyese. Për të nuk ka shumë informacione, ndërsa gjatë publikimit të dhënave për aksionin, Policia Europiane Europol tha se në Maltëzi është arrestuar një person me rrezikshmëri të lartë. Filipović është nga Podgorica dhe është 47 vjeç, ndërsa që nga viti 2002 figuron drejtori një kompanie. Kjo kompani deri më tani ka pranuar 139 dërgesa nga 16 vende, përfshirë Ekuadorin, Ukrainën dhe Kolumbin, tregojnë të dhënat e platformës Volza, e cila mbledh informacione për tregtin globale. Sipas saj, kompania ka importuar banane, shalqinj, fruta të thata dhe ara, ndërsa ndër furnizuesit e saj figuron edhe një kompani nga Hong Kongu. Në vitin 2023, spektakular kompania e tij gjeneroi të ardhura totale prej 664.206 eurosh. Filipović është gjithashtu një nga bashkëpronarët e kompanisë Europayment. Llogaritë të dyja kompanive janë bllokuar. Përveç arrestimeve në Maltëzi, 4 persona u arrestuan edhe në Gjermani, por ende nuk ka shumë informacione rreth tyre. Sipas policisë ndërkombëtare Interpol, në Gjermani veprojnë disa grupe globale të krimit organizuar, të cilat merren me një gamë të gjerë krimesh si trafikimi i drogës, krime kundër drogës dhe kontrabandë e qenieve njerëzore. Të arrestuarit më 15 prill akuzohen për dërgesa shumë tonëshe kokaine nga Amerika e Jugut në vendet e Bashkimit Evropian, tha drejtori i drejtorisë së policisë në Maltëzi, Lazar Shepanović. Sipas tij, ky grup kriminal siguroi dhe ndërmjetësoi shitjen e kokainës dhe kanabisit, si në Maltëzi ashtu edhe në vende të tjera si Gjermania, Holanda, Belgjika, Bolivia dhe Tajlanda. Kjo operacion konfirmon se pavarësisht goditjeve të shkaktuara, ka operacionet e mëparshme, grupet ballkanike nuk janë zhdukur, por vazhdojnë aktivitetet e tyre duke i përshtatur dhe rindërtuar zinxhiret e tyre logjistik. Grupet e krimit organizuar nga Ballkani Perëndimor janë identifikuar nga organizatat ndërkombëtare si Europol dhe Interpol si aktor kryesor për kontrabandën e kokainës nga vendet e Amerikës Latine si Brazili, Kolumbia dhe Ekuadori drejt tregjeve kryesisht të Europës Perëndimore. Por përveç kokainës u kontrabandua edhe kanabis rreth 1.5 ton e u gjet nga 12 sekuestrime të ndryshme. Kanabisi, siç tha Europol, u kontrabandua nga Bashkimi Evropian përmes Shqipërisë, Tajlandës dhe Shteteve të Bashkuara. Rreth 100 oficerë policie morën pjesë në operacionin e fundit dhe përveç institucioneve gjermane dhe malazeze, mbështetje dhan edhe Austria, Spanja dhe Europoli. Pas arrestimeve në Maltëzi dhe në Gjermani, zyra e prokurorit të lartë të shtetit në Podgoricë ngriti akt akuz kundër 10 personave. Padija penale i ngarkon të dyshuarit me shitje, transportim dhe ndërmjetësim të përsëritur në shitjen e lëndëve narkotike, kokainë dhe kanabis, ndërsa një grup prej 4 të dyshuarve akuzohet edhe për veprën penale të organizimit kriminal. Europoli tha gjithashtu se grupi ka përdorur edhe trafikun ajror përveç rrugëve dletare. Përveç metodave të reja të transportit, grupet po i ndryshojnë edhe rrugët.